asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu i LDK-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministritë të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdi Gjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prej fillimit, parimet e LDK-s kanë qenë të qarta, presidenti i Kosovës s'do të jetë zgjatim i qeverisë. Pra s'mund të ketë një qeveri që ka një president të një partie dhe kështu t'i ka 3 institucionet. Jo, ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit. Pra unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Pra sepse problemi është presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka edhe kuvend, por nuk ka president.